بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Thot se Ibn Musayyib, erdhen një musliman dhe një qefut, një jahudi mu gjyku para Omerit radhiyallahu anhu. Dhe Omeri kur i ngoj mirë me vëmendje dyt, tha ky qefuti është në hak në të vërtetën, edhe ti i ki hi në hak këtina, ktheja hakun dhe kërkoj halallëk. Muslimanit tha, dhe ai ja kthej hakun dhe kërkoj halallëk. Çështja është blerje. Ai qefuti jahudia u habet. Tha, ja Amir al-Mu'minin, tha, ti je një njeri që haku e vërteta edhe me lajket janë pranë teje. Omeri e nxerri dirrën e tina dhe jam shoj. Tha, pe i kahpedin jebnë l-jahudije, kahpedin të jo djali jahudikës, kahpedin që me lajket janë nga të meje. Nuk e çështje ka të bëj me gajbin, ti nuk e nxjerrë për diçka tjetër me godit, po ti ku pe din që me lajket janë nga të meja, po kupton? Tha, ja Amir al-Mu'minin, kur gjykove me drejtësi, mu kujtu se na e kemi lexu në librin ton, se ai person i cili gjykon me drejtësi, qoftë edhe karshi mishve ti, dhe në favor të armishve ti, thot veç se Allah i zbret 2 melek që janë pranë tij, djathtën dhe të majtën ti. E kur e pash qysh gjykove ti, thash garant për qëllimi e ti, atje ku është përmend në librin ton. Këto e përmend Imam Maliku në Muwatta. Imam Maliku e përmend Muwatta. Që do të thotë që fotët kanë dëshmu për drejtësinë e Omerit radhiyallahu anhu dhe nuk i ka interesu a është qefot apo është diçka tjetër, kur është për qëllim mbajtja dhe zbatimi i drejtësisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Përmendën raste të shumta. Prej tyre Omeri radhiyallahu anhu në hutbe e përmendte shpesh. Kush ka prej jush ankesë ndaj udhëheqësve? Nëse së në mëgjon jashtë haxhit, çdo haxh let vjen, se edhe nëse i ka bo pa drejtësi udhëheqësi, 1 vjet unë kam ja marr hakun për 1 vjet atij. Edhe i thonte e janin fil mausim, në kohën e haxhit. Dhe njerëzit shkonin për me taku dhe për mi rrëfy se ai ka bo dikush pa drejtësi apo ju. Erdhi një herë njëri dhe i tha, ja Amir al-Mu'minin, unë jam nga Egjipti. Unë edhe Muhammed ibn Amr ibn al-As, unë edhe Muhammedi djali Amr ibn Asit, Amr ibn As është shliruesi i Egjiptit dhe udhëheqësi i Egjiptit. Tha, unë edhe Muhammedi bënëm gara. Gara që është e lejume, gara me kuaj dhe me gjujt në shaj dhe kështu me radhë. Tha, dhe unë ja kalova ati. Tha, edhe e murë një shkop, tha i Muhammedi, dhe tha, ma hini me te, dhe më tha, ti s'munësh më kalu mu, ana ibnul akramin, unë jam fmi i të ndershëmve, te Egjiptas, më thonë, e nënçmoj dhe e goditi. Tha, ja Amir al-Mu'minin pe Egjiptit ka marrë, dhe që mu anku, se qështu ka vepru. Omeri radhiyallahu anhu çan letër me një herë Amr ibn Asit. Thot, ti edhe djali jot me një herë marrë me ti. Dhe vinë. Si të më rrinë në Medinë, e ka përgatit një shkop. I thot, merre o drob. Godit ato. Qysht ka godit. Edhe ai çai i Egjiptit apo Egjiptasi e murë dhe e goditi Muhammedin në prezencë të babës ti edhe të Omerit. Qyshe ka godit ai? Bam. Tha, a e kryve? Tha, po ja Amir al-Mu'minin, besoj që ka që ja kom këthy, qysh ma ka bu? Tha, godit e babën e ti. Amr ibn As. Amr ibn As nuk është në rrije dhe si që ashtu ndodhë. Pse? Sa ata fëmija me zveti, rinia me zveti kam bu, Amr ibn As nuk ka ditë se çka, veç kur i ka ardhur letra se Omeri po e thret ka ardhur. Edhe Omeri në mezhlis më një herë ka prit me shkop. Tha Amir al-Mu'minin,
ky nuk mboni kur gjë, pse me godit, Amr. Jo tha se djali vet nuk ka mshu veç se tu bazon babën e tij. Tu mshef mas babës ti. Tha godit, tha ja, unë nuk e godas. Edhe nuk e godit. Ju kthy Omeri radhiyallahu anhu Amr bin Asit. Dhe tha një fjalë, kjo fjalë është për atyre fjalëve të mëdha të Omerit. Ama shumë e madhe. Tha ja Amr, meta ista'badtumun nas wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. O Amr, prej kur i keni robru njerëzit që janë lind të lirë. Njerëzit janë të lirë. Prej kur i ke shtitin në robëri, prej kur ti ju ke bo xhanar mbi kryt e tyne. Njerëzit e lirë janë. Mos i bëni pa drejtësi. Amr bin Asi filloi mu arsyetu që as nuk e di çka ka ndodhur. As kryesorja Omer radhiyallahu anhu tha meta sta'badtumun nas wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Prej kur pi robroni njerëz, prej kur pi nënçmoni njerëz, prej kur pi bëni pa drejtësi njerëzve, kur Allah azza wa ata i kalon të lirë. Dhe i tha këtij djalit prej Egjiptit që kishte ardhur. Tha ktheho në vendin tënë qetë dhe rahat. Dhe për dyshimin, fe in rabaka raybun faktub li. Si dyshesh diçka? Më njerë shënë mu. Sepse tash ka mu kthy atje dhe ka mu kthy çaj djalit tina dhe ka mu kthy Amr bin Asi, ka më ardh dita që ka mu shpërndan ai pre luftës. Nëse vren që po kanë më një herë. Te iki derën, pse? Sepse Omer radhiyallahu anhu dëshironte me mojt drejtsin që Allahu azza wa jalla me ta e kishte ngarku. A ka mira keq, a ka mira mirë, Amrit dhe filanit, nuk është shumë më rëndësi.